Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me Info Plus në Star Plus Televizion. Do fillojmë tani me të ftuarin e ditës dhe sot kam një të ftuar shumë speciale. Është një stiliste e re, por tepër e talentuar. Është me mua Armela Preçi. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se ju gjeta. Të falenderoj shumë dhe të them të çlirohesh nga emocionet. Nuk ka vend për emocione për një stiliste kaq të talentuar si ti. Shumë falenderoj. Si nisi për ty stilimi? Si nisi dëshira e madhe për të stiluar dhe për të bërë një stiliste? Me thënë drejtë, në qyrë se jam kene vogël, e kam pas ëndër me ju kriju kuklave të mija veshje. E qysh atë më se ne fillova të thamë, po njerëve, pse s'mundu me ju kriju, e kjo ide më njeku edhe kur u rrita e kështu u interesova ku mundu me gjetë një shkollë mode, e gjeta edhe bana ëndrën të me realitet. Kjo është një gjë shumë e bukur, që në fëmijëri ke ndërruar të bëhesh një stiliste. Ku e ndjek arsimin që të bësh ëndrrën tënde realitet? Arsimin e ndjeka në Shkodër, në një shkollë mode, shumë e mirë, italiane, me një diplomë që mund të njifet pranaj zgjella, vendin tëmë të lindjes. Po, dhe arsimin tënd të mesëm, e ke kryer në një shkollë profesionale? Po, në një shkollë profesionale, si Hamdi Boshati, shkollën e kam kryer në drejtimin tekstil konfeksion. E cila të ka ndihmuar edhe kjo patjetër për zhvillimin tënd? Po, shkolla profesionale ka kena ja që më ka lanë shtysën edhe më të madhe, se te shkolla pata mundësin me zhvillu praktika profesionale të stilistat më të mirë në Shkodër, e aty mora motivimin edhe më të madhe për me vazhdu mrapa mas me lanë ëndrrën teme në sërtar. Cilët janë disa nga këto stilista? Mund t'i përmendim cilët janë ato që të inkurajuan dhe të dhanë ty shtysën për të bërë ti stiliste? Po, një stiliste shumë që më dha shtysën më të madhe a ken Holta Ramadani, kur e cilën e përshëndesim. Po, e përshëndesim. Gjithashtu edhe masi kryva te Holta, që i bana praktiken, më ka ndihmu shumë edhe stilistja Zyli Di Brasala, për 3 vite. Zylin e përshëndesim, është një stiliste e mrekullueshme. Po, për 3 vite më ka njek në çdo hape, në çdo krijim temin që kam bërë, për këtë falenderoj shumë. Çfarë ke marrë nga të dyja? Mund të specifikosh diçka të veçantë nga Holta ose nga Zyli që ti i ke marrë dhe s'do t'i harrosh asnjëherë, por do t'i përdorësh gjithmonë në karrierën tënde? Për shembull nga Holta kam marrë shumë se ka qenë fillimi edhe më ka ndihmu shumë për hapat e parë të punës teme, se si mundu me vazhdu, se si me njeh ëndrrën teme, aja ka qenë një shtys, edhe atë s'ka me harru se si më ka ndihmu për me hecë, për me vazhdu ëndrrën teme, kurse Zylin nuk ka me harru për punën që më ka dhënë për mbështetjen e madhe, edhe më ka mësu se çdo gjë në këtë profesion është e mujtën, mjafton vetëm me pas dëshirën për me hecë përpara. Çfarë teknikash përdor ti më shumë në çepje apo në stilim? Mund t'i veçosh disa? Më shumë përdori teknikën e modelimit, prerjes edhe qepjes, se këta 3 teknika më ndihmojnë mësënej për me pas se si kjo ide ka marrë formë, se si ideja në fundit marrë formë. Po ngjyrat apo copat, cilat zgjedh ti dhe cilat preferon? Preferoj më shumë copat e pambukut edhe me ndafshit, copat cilësore, por në kohët e fundit kanë marrë një vëmendje të veçantë edhe copat me gura, copat sintetike, që janë në treg shumë të mëdha, kurse për ngjyra preferoj më shumë tonet e ngrohta. Po klientët, çfarë të kërkojnë më shumë? Në përgjithësi klientët kërkojnë trendet e fundit të modës. Është e vështirë ti përshtatesh me ato që ato kërkojnë në internet dhe ato që ti bën? Sa vështirë është? Nuk është e vështirë se si që thash unë kam kryer një shkollë edhe në këtë shkollë jam trajnuar, kam mësu shumë se kena pas stilistën më të mirë Shkodrës që na kanë ndihmu për me kur të kryjm shkollën me dalë sa më të përgatitur në treg. Prandaj nuk është shumë e vështirë. Çdo gjë ka vështirësinë e vet, por le të themi se jo shumë. Si mund ta përshkruash ti stilin tënd? Në bazë krijimeve që kam bërë deri tash, stilin teme thjesht edhe të fokusum pak edhe nga trendet e fundit të kohës. Nga e merr frymëzimin për këto gjëra të bukura që ti bën? Frymëzimi, çdo krijim, çdo veshje ka një frymëzim të veçantë, por shumicën e kohës frymëzimi më i madh vjen nga natyra, nga ngjyrat që natyra sjell.
Çfarë frymëzimi ke pasur mbas diplomës? Çfarë ke menduar ti pasi u diplomove? Çfarë do bëj Armela në të ardhmen? Masi u diplomova, kam dëshirë që me punu shumë për me kriju brandin tem, por gjithashtu edhe me bashkëpunu me vende, me atelier, pune, që me marë sa ma shumë eksperjenca punet. Mund na e përshkruash pak a shumë këtë brandin që ti ke menduar? Si do të jetë? Si ide, ta dim dhe ne pak. Një brand i thjesht, i fokusum drejt thjeshtësisë, por gjithmonë me pas edhe një dorë edhe një mendim prej personalitetit tem. Është një moment apo diçka që të ka inspiruar të ky brand? Kur ti e ke parë tek një stiliste e famshme, ndoshta ke menduar që po, dua ta bëj dhe unë si kjo. Jo, ma shumë pëlqen me kriju gjanat ndryshme, por gjithmonë fokusi normal është edhe te stilistë të famshëm ndërkombëtar, se mbas aty ne vjen edhe moda tek ne mrapa. A ka sfida puna juaj? Ka shumë sfida. Mund na i përmendësh disa sfida që has Armela? Një ndër sfidat më të mëdha për momentin është se duhet me kriju besimin tek njerëzit. Gjithashtu edhe një sfidë shumë e madhe është që me mujt mu njoh sa ma shumë tregun e punës. Si e sheti tregun e punës sot në Shkodër dhe në Shqipëri? Në Shkodër është baigit, kurse në Shqipëri ashtu hap shumë si deg, ka shumë atelier, shumë stilistat famshëm që janë të marrë emër në Shqipni, kurse në Shkodër, si që thash, ka vetëm 2-3, kështu që besoj se do të shohim në Kjo është diçka e mirë për ty, apo jo? Po. Është diçka suportuese që ti edhe më shumë të ecësh përpara në karrierën tënde. Ke menduar këtë pjesë? Po. Apo ke menduar që edhe ti të ikësh nga vendi? Unë mendoj me vazhdu diçka këto në Shkodër. Të inspiron Shkodra, kultura e bukura që shkodranët e duan shumë? Po, më inspiron edhe shumë se shkodranët janë njerëz thjesht, njerëz qefit, edhe kjo është një gjë e bukur se kur kanë qefin e vendet, veshjet janë prioritet mrapa. Patjetër, janë shumë prioritet në Shkodër. Si e sheh Armela të ardhmen e saj? Si një stiliste e madhe, si një robaçepse, një aktoreje, këngëtareje, si e mendon ti këtë pjesë? Të ardhmen teme shoh të pas një brand temin, të punu për atë brandin tem, edhe pse Jo në veçantë për një person? Jo, i kam shumë dëshirë me pas brandin tem, edhe pse jo, me mujt me u mundësu edhe me marrë pjesë në prej sfiladave ndërkombëtare. Ti ke bërë sfilada në Shkodër, dhe unë kam pasur kënaqësinë të jem pjesë e sfiladave tuaja. Më përshkruaj pak emocionet që t'i japin këtë sfilada. Sfilada është një ndër emocionet më të veçanta që unë deri tash kam përjetu. Se diçka që ti e ki pas mene, ki mujt me realizu një herë në vizatim, rapa në prirje, mëse në një qepje janë hapa që ti ki njek mendimin e profesionistave që i kena pas në shkollë. Edhe kjo është, kur vjen për medalat në skenë, ke shumë njerëz që janë të shiku edhe është një emocion shumë i veçantë, kur në fund duart trokasin tanë edhe thojnë shumë mirë, nuk i di, ti e ki provu vetëm. Patjetër, është një emocion shumë i veçantë për mua në momentin që është si modele, por për stilistin do të jetë edhe më i veçantë. Më i veçantë. A i dallon dot se cilën nga ato tesha që ti ke nxjerrë në sfilat ke bërë më bukur? Që gjitha veshjet kënë marrë kohën e tyne, për kushtimin e tyne, për mendimin tem, gjitha janë kënë veçanta, por njerëzit bajnë dallimin mrapa. Kur njerëzit thojnë, atëherë, për mu janë tana një lej, se unë kam ba punën nërë tana një lej. Nuk di ti distancosh? Jo. Por ma vështira nërë ta, mund tem se kohën më të madhe që më ka marrë, a kënë veli, që kena pas me paraqit, sidomos edhe kostumi, që ma kishin rritë. Faleminderit e dashur. Çfarë këshille do t'i jepje një vajze të re që do të vazhdoj të jetë stiliste? Si do ta këshilloje ti? Duke i thënë vazhdo para, me forcë, me
ide qarta, mas e lën ëndrrën masdore edhe i vetvetja, i origjinale, ashtu si që je se mundesh me arri çdo gjë. A mendon që çdo vajzë që e ka ëndër mund të realizojë dhe pas 5 vitesh për shembull të jetë aty ku je ti ose më lart? Po A mendon si një industri që ka të ardhme? Po mendoj se çdo person që ka dëshirë edhe ka motivimin për me punu, mund t'ja arrijë. Unë kam pas shumë pririt, shumë favore, për këtë jam shumë falenderuese për i gjithëve, si që thash, kam pas nërin me punu me stilistat më të mirë në Shkodrës, plus trajnimeve që më ka ofru shkolla Hamdi Boshati, kam marrë pjesë në trajnimin e Ardi Aslani, që është një ndër stilistet më të mirë në Tiranë, kjo më ka favorizu shumë për me vazhdu me kriju një stil temin veshjeve. Nëse do të vinte një ofertë, për shembull nga stilisti Ardi Aslani, do ta pranoje që të shkoje të punoje për to, apo je e përqendruar tek brendi që ti do të krijosh dhe nuk ka kompromise me këtë pjesë? Jo, si që thash më përpara, unë kam edhe dëshirë për me punu me brand ndryshme. Për me përfitu sa ma shumë eksperjenca, ma si të përfitoj eksperjencave, nuk mundu me thanë se la mas dore brandin tem. Si që përfitoj për eksperjencave, mrapa punoj me brandin tem. Kush është inspirimi jot më i madh, mbështetja jote më e madhe? Familja. Familja janë mbështetja që ndoshta mos kishte qenë familja, unë nuk mundisha me arrit këtë ëndër, se unë nuk e di, është diçka që ata janë kanë përkrahje më e madhe për mua. Së fundmi, dua një thirrje për të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen si ti, të bëhen stiliste dhe kaq të talentuara sa ti. Ju them vetëm jini vetvetja, jini sa ma original edhe atëherë mundi me arrit. E besoni në ëndrrën tuaj. Faleminderit e dashur që ishe pjesë e emisionit tim, faleminderit që e nise ditën me mua. Falenderoj për ftesën, ishte kënaqësia jame. Kënaqësia është e gjitha jona. Faleminderit ju që na keni ndjekur edhe shihemi nesër në të njëjtën orë.